Tani do ta kemi edhe trajnerin Greg. Coach Greg, very interesting, intensive game. Golden Eagle Uli, they went ahead. 1 point, 47-46. It was like 15 minutes prior to the end of the game, but something changed. What did you change, and what was the key of the win? Well, a couple things. First of all, we took care of the basketball for the most part in the second half. Yeah, they made a run. We had a little bit of that lapse that we had in the Trepcha game where offense seemed to stall a little bit. We're a team that relies a lot on defense. We need the stops. Once we can get out and run, that's what I wanted to bring here to Peja, and we saw a few glimpses of that tonight. So in a nutshell, just to sum it up, we got stops, we were able to run, and that's the type of intensity, type of energy that we need. Thank you very much. Thank you very much. Thanks. Pra, ajo që tha trajneri Greg Gibson, paka shumë ja bëra pyetjen e njëjtë, ishin një pikë minus 15 minuta para se të përfundonte ndeshja. Çka ndodhi në fund dhe cili ishte Chelsea i fitores Pejas, tha po fillimisht i ndalëm sulmet e Golden Eagle Ylit, i cili erdhi në disa raste pati një seri të mirë, pra ishte ajo seria prej 10-2, dhe ne arritëm që t'i ndalim të luajmë mbrojtje më agresive, e në anën tjetër edhe erdhi sulmi. Tha i përmirësuam ato të cilat i kishim mangësi tona, të cilat i kemi pas edhe ndaj Trepçës, kur kemi lejuar që kundërshtari të luan pra sulmin në mënyrën se si don pra ta imponoj. Tha neve duhet të ndalim depërtimet dhe sidomos të kontrollojmë koshin, atë që arritën të bëjmë pra kërcimet, sidomos kërcimet në mbrojtje, e më pas erdhën edhe kundër sulmet. Ishte i lumtur me mënyrën se si janë përgjegjur lojtarët e tij në fund. Adhurues të basketbollit, ishte kjo e tëra për sonte nga Karagaçi, ku Goplus Peja e mposhti Golden Eagle Ylin dhe kështu u barazua me Bashkimin në pozitën e parë me nga 7 fitore dhe vetëm 2 humbje, ndërsa sikurse e kam thënë edhe mbrëm dhe vazhdimisht po e përsëris me rezultatet të cilat pra u arritën gjatë ditës së djeshme dhe sot rezultatet befasuese. Fitoria Rahovecit ndaj Bashkimit, pastaj e Borës ndaj Sigal Prishtinës dhe vllazimit ndaj Trepçës. Me të vërtetë situata në elitën e basketbollit kosovar në Pro Credit Super League është bërë lëmsh, është bërë lugë dhe jemi dëshmitar të njërit prej edicioneve më të bukura, më atraktive dhe më emocionuese që nga jo epoka e artë e basketbollit kosovar 2002-2007. Nga unë Agon Fehmiu, ekipi realizuesi Oksigenit për Art Motion, kaq për sonte nga Karagaçi, e ju vazhdoni të qëndroni edhe më tutje Art Motion.